të madh, edhe ekonomik, edhe politik, edhe shoqëror. Sa është realiste të besohet që PDK-ja i fiton zgjedhjet me zotin Hamza të nominuar për kryeministër zoti Berami? Krejt parametrat të shoqërisë kosovare sot e favorizojnë zotin Hamza. Mungesa e stabilitetit politik është të gry Kosovën politikisht për brenda, po është të gry edhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës nga jashtë. Dhe Bedri Hamza është garantuesi më i madh i stabilitetit politik, sepse kriza nuk zgjidhet me akuza, nuk zgjidhet me kashelasha e me rima, po zgjidhet vetëm me përvojë, vetëm me dialog, vetëm me qetësim. Normaliteti. Në këto 5 vite Kosova ka jetu jo në normalitet, në pasiguri totale, në mungesë të parashikueshmërisë dhe do të ketë një normalitet ku politika nuk ndërhyn negativisht në jetën e qytetarëve. Bashkëpunimi. Jemi ballafaqu me një qeveri e cila ka pas zero interes që të bashkëpunoj me këndo qoftë. Filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës deri te bashkëpunimi i brendshëm. Zoti Hamza nuk ka vija të kuqe, që unë mendoj, flasim edhe për to. Për asnjë politik. Flasim, do të thotë, e lem të mundësinë e bashkëpunimit me të gjithë, përfshi këtu edhe vendvendosin. Do të thotë, nuk kemi vija të kuqe, sepse vija të kuqe mjaft e kanë nda këtë shoqëri, e kanë kriju këtë karakter mrena shoqërisë, duke nda shoqëri në patriot dhe jo patriot, në tradhtar e kështu me radhë. Zhvillimi mirëqenia, adresa kryesore zhvillimi mirëqenies do të jetë Bedri Hamza me programin e tij. Pjekuria shtetërore është trashëgimi e tij politike që 3 dekada. Qeverisja e mirë është personifikim i Bedri Hamzës. Qetësia politike dhe largimi nga dramat politike që kemi përjetuar tash e 5 vite, edhe kthimi i dinjitetit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë mendoj që këto pika janë shqetësime kryesore.